Për shembull, ne duhet ndërgjegjësojmë së pari organet e qeverisjes, pastaj mekanizmat e ndryshme të financimit, që të bëjnë lehtësira sa më të mëdha sa i përket respektimit apo kursimit të energjisë, si pikë e parë, si piknisje. Vazhdimsi marrim ankesa prej bizneseve. Si angazhuar, le të themi kështu, ose aktiviste në këtë fushë, në fushën e mjedisit, sa po mendon që jena ndërgjegjësuar në këtë aspekt? Po shif, ne duhet kemi parasysh e vërtet që duhet jemi vetë kritik, por po ashtu duhet edhe të shohim çfarë mund të bëjmë ne që jemi më aktiv në këtë fushë, sa i përket ndërgjegjësimit. Për shembull, ne duhet ndërgjegjësojmë së pari organet e qeverisjes, pastaj mekanizmat e ndryshme të financimit, që të bëjnë lehtësira sa më të mëdha sa i përket respektimit apo kursimit të energjisë, si pikë e parë, si piknisje. Ka pas një numër iniciativash prej qeverisë, po ashtu prej bankave, nivelit qendror, gjithashtu prej organizatave ndryshme ndërkombëtare. Mirë po, ne në vazhdimsi marrim ankesa prej bizneseve të ndryshme që nuk mjafton edhe nuk mjaftojnë mekanizmat e deritashëm, duhet të krijojmë, duhet të subvencionojmë sa më tepër.